të ri politik, atje alternativa për ndryshim. Mirëmëngjes zot Arif. Mirëmëngjes, faleminderit. Pse fillimisht kishte nevojë për një subjekt të ri politik shqiptar në Preshevë, duke pasur parasysh se tashmë ka shumë prej tyre? Kjo që ka shumë prej tyre është pikë pyetje për arsye se nuk duhet të cilësohet sipas mendimit tim kvaliteti me kvantitetin. Unë mendoj se dhe partia jonë mendon se nuk ka pas deri më tani një parti e cila ka qenë kvalitativ dhe nuk është ndërtuar një sistem i jetës e cila është kvalitative për qytetarët e luginës së Preshevës në përgjithësi, në veçanti komunës së Preshevës, dhe kështu që kena pasur një situatë atillë e cila ka thirrë për një parti të re, moti kohë, na jena themeluar në vitin e kaluar, mirë po ekziston realisht si ide shumë më herët, edhe është interesant se kësaj radhe nuk është bërë formimi i kësaj partisë në forma të zakonshme si na mësu në gjitha troje shqiptare, që ekziston një parti më e madhe, e cila është më e vjetër, dhe tani çkputën ato degte ndryshme bën partia të vogla, por kësaj radhe është shumë më ndryshe, kësaj radhe të rit e luginës së Preshevës, ose konkretisht komunës së Preshevës, e kanë marrë iniciativën që të ndërtojnë një parti prej poshtë, të ndërtojnë nga dalë të naltë. Në radhët tona, unë jam kryetari i partisë, dhe unë jam 40 vjeçar, dhe jam më i vjetri, kështu që mund ta kuptoni se ku në çfarë grup moshe jena duke biseduar, edhe është më interesant është që pikërisht kjo ka dhejës shumë, edhe e ka treguar me kohë që e ka vlejt të ndërtohet një parti e tillë, e cila është opozit ndaj sistemit, jo ndaj një parties të veçantë, por ndaj sistemit të cilën partitë më herët e kanë ndërtuar. Dhe ju jeni kthyer nga Gjermania apo jo nga jashtë viteve të fundit pikërisht për të bërë pjesë e jetës politike në Preshevë. Pse erdhi ky vendim? Jo pikërisht për të bërë pjesë e jetës politike. Apo për të jetuar, për të kthyer. Thjesht për të realizuar një ëndër të cilën e kam pas fëmijërisë, unë gjë kom lindur, edhe kam jetuar 37 vjet, tani komplet në familjen time jena kthyer. Thjesht për me mujtë të kontribuojmë, unë kam pak ca mentalitetin edhe gjerman, edhe në mentalitetin gjerman është shumë thellë e vullos që duhesh të kontribuosh në vendin tënd. Në 45-ën kur ka qenë lufta, ka qenë një situatë atillë që diaspora gjermane është kthyer në vendin e vet dhe ka kontribuar në forma të ndryshme, edhe kështu që unë çat frym pak ca jam edukuar edhe nga prindit, por edhe nga mentaliteti gjerman, edhe kështu që e kena realizuar këtë ëndër. Çka ofroni ndryshe shqiptarëve të Preshevës? Pse është partia juaj alternativë? Na jena jo vetëm alternativë, po jena alternativë për ndryshim, kështu është emri ynë, edhe alternativa jonë ekziston në atë për arsye se një parti atillë në profilin e saj nuk ka ekzistuar deri më tani në komunën e Preshevës. Na e kena profilin ton liberal pragmatik, edhe me theks të veçantë në zhvillim ekonomik, në ekonominë në përgjithësi. Në radhët tona janë njerëz përfshim të cilët janë ekspertë dhe specialistë të kësaj fushë, edhe për çka? Për arsye se ne mendojmë që konteksti aktual në të cilën gjendemi dhe jetojmë, konkretisht popullata jonë, është shumë e rëndësishme që të zhvillojmë ekonominë në formë të shëndosh. Deri më tani nuk është zhvilluar ekonomia, ajo ekonomia e cila ka ekzistuar aty ka qenë në duar të disa personave apo grupeve të cilët e kanë shfrytzuar thjesht vetëm për interesin e tyre dhe nuk ka qenë dobi prurës për popullatën konkretisht. Dhe për këtë arsye ne mendojmë se gjithashtu është një parti e cila e ka theksin të veçantë në trendin ose në procesin e integrimit të Serbisë në Bashkimin Evropian, ose të themi të gjithë rajonit në këtë proces. Partia jonë është ndërtuar në baza shumë evropiane të drejtave të njerëzit, etj. E kështu që këtë parti nuk ka ekzistuar një parti e tillë deri më tani aty. Të gjitha partitë të cilët kanë qenë këtu ose ekzistojnë janë partitë të cilët janë krijuar në kontekst të eks-Jugosllavisë, të kohës regjimit të Miloševićit, në formë të kërkesave të drejtave të shqiptarëve në atë vend, dhe në qatë kanë mbetur, nuk kanë evaluar dhe kanë mbetur thjesht me qatë profil. Mesatë, pra ju thatë që do të garantoni vetëm për zgjedhjet lokale dhe besoj që premtimet që do t'i bëni do të jenë të nivelit lokal apo jo të jetës së përditshme të qytetarëve të Preshevës. Pikërisht. Cili është premtimi kryesor
ose ajo nevoja imediate për ndryshuar për qytetarët e Preshevës? Unë mundohem mos me premtu asgjë, për arsye se politikanë tentojnë me premtu, tani mos me realizuar, na e dim këtë shumë mirë edhe nuk dojmë të jenë të ngjajshëm me ta. Por diçka duhet të thoni votuesve tuaj, pse duhet t'ju votojnë? Po kresh, na garantojmë dy gjëra. Njëra është ajo e zhvillimit ekonomik, na vetëm kena siguruar disa investitorë të cilët vinë me investuar në fusha të ndryshme. Nga Gjermania? Si nga Gjermania, por edhe nga Zvicra, nga vende tjera, konkretisht është Gjermania dhe Zvicra janë më konkret, dhe menaxhimi profesional i komunës. Doni ta dini në Kosovë, popullata në përgjithësi duhet ta kuptojë se jeta në luginën e Preshevës nuk është e vështirë për shkak se na jena nën regjimin apo nën udhëheqjen e shtetit serb, po për shkak se na jena nën udhëheqjen e një klanit i cili është formuar aty, i cili është shqiptar folës dhe të cilët neve na trajtojnë në formë shumë nënçmuese dhe çndëruese, e cila do thotë që neve nuk na plotësojnë kërkesat tona elementare. Qyteti i Preshevës nuk ka ujë të pishëm që 40 vjet. Qyteti i Preshevës gypët ku hecin uji i ka të prodhuar nga azbesti. Qyteti i Preshevës nuk ka rregullim ose si të them organizim të hekjes së mbeturinave. Qyteti i Preshevës edhe në 2016 ndalet non-stop rryma, e cila e dëmton afat shkurt, afat mesëm, afat gjatë ekonominë. Qyteti i Preshevës e ka një komunë e cila është familjarizuar, nepotizmi është ekstremisht i zhvilluar. Kryetari i komunës mbi 30 persona të vet i ka punësuar në institucionet publike. Qyteti i Preshevës nuk ka qasje konkrete në tregjet evropiane, për arsye se njerëz të cilët na udhëheqin neve thjesht na kanë bloku për arsye se kërkojnë një reshfet për vetveten e vet, pastaj tani ja mundsojnë dikujt në thojza me investu aty. Qyteti i Preshevës është duke hek për një arsim i cili do të jetë depolitizuar, por është i politizuar. Na gjendemi aktualisht në fushat. Dhe në fushat i premtohet qytetarëve tonë edhe nxënësve tonë që nëse neve na votoni prap, atëherë na kena më çu në ekskursione. Ose kërcënohen edhe i thuhet, nëse neve nuk na votoni, atëherë na kena më jam dalë ndihmën sociale. Gjithçka në loginën e Preshevës, prej rrugës e deri te komuna, është gjithçka e politizuar. Gjë të cilën unë personalisht, por edhe partia jonë ku na gjendemi më shumë të rit, nuk mujtëm ta kuptojmë, edhe unë ka donjëherë edhe vështirë kam të realizoj që ashtu është situata, se në Gjermani ju e dini ndoshta mirë, nuk është asgjë e politizuar, aty është gjithçka e depolitizuar, ka një shmangje të pjesëmarrjes të madhe të popullatës në zgjedhjet si lokale si parlamentare, e cila është ndër 40%, nuk e intereson askënd për politikë. Mirë po, ajo është politizuar për shkak pikërisht të kësaj kaste politike e cila ne vazhdojmë kanë udhëhequr në formë shumë despote. E kjo është të cilën dojmë të ndryshojmë. Si është pritur, është e vështirë besoj për një subjektëri politik të vi pa prit në skenën politike, duke pasur pra këto partitë e vjetra tradicionale. Si është pritur hyrja në skenën politike e partisë suaj? Unë kam një fjali të cilën gjithmonë në çdo emision kudo që jam e përdori, është një fjalë gjermane, e cila thotë që çdo rregull e ka një përjashtim, kurse përjashtimi është vërtetim ose dëshmi e rregullit. Kështu që në përgjithësi na dim që trendet këtu në politikën shqiptare në përgjithësi janë gjithmonë negative, edhe nuk besohet shumë kollaj që mundet të lindë një lëvizje e re, e cila ka vlera, e cila ka edhe profesionalizëm, gjë e cila është shumë e rëndësishme dhe e cila mund të ndryshojë shoqërinë. Unë besoj fuqimisht këtë fjali. Edhe them që në Preshevë ka lind pikërisht përjashtimi. Ne nuk kishme besuar ndoshta vet se sa shpejt, përbrenda një kohë shumë të shkurtër, kena mujt të arrijmë që të jena fuqia ndoshta e parë, po edhe e dyta që konkurrojmë me pushtetin lokal, e cila partia është për momentin në pushtetin lokal. Kështu që është një lëvizje e cila është shumë, si të thojmë, energjetike, trit e bajnë këtë lëvizje dhe çojnë te para. Dhe unë më menja që kena me kriju një sensacion në loginën e Preshevës në këto zgjedhje lokale. Pra, ajo çfarë po bëni këto është që po takoni njerëz apo jo nëpër fshatrat e Preshevës, jeni në kulm të fushatës elektorale. Në mes të fushatës jena për momentin, përgjithësisht që unë tani erdha prej një fshati direkt këtu në Prishtinë, jena përgjithësisht në fshatra, jena tek njerëzit afër aty, edhe është interesant që çka na thonë ata. Domethënë është interesant prej të vjetrit të moshuarit deri te i riu, është interesant që është pritur aq pozitiv partia jonë, edhe është pritur aq pozitiv edhe ideja jonë, se nuk është vetëm një parti, kjo është një ide e cila
ka lind në komunën tonë prej dëshpërimit të madh të cilën e kanë ndërtuar ato partitë të mëhershme. Partitë të mëhershme nuk kanë kontribuar fare as në mirëqenien sociale, po as në paqen sociale, përkundrazi kanë krijuar lokalizma të ndryshme të cilët i kanë përqafur popullatën. Partia jonë është vetëm një parti deri më tani e cila ka mujtën të inkludoje të gjithë segmentet e shoqërisë dhe t'ja ofroje një ofertë politike e cila është moderne dhe është evropiane dhe sidomos e cila i stopon korrupsionin, nepotizmin, e stopon politizimin e institucioneve publike si shkolla, si domethënë arsimin në përgjithësi, shkolla në veçanti, shtëpia e shëndetit, kultura është e politizuar. Domethënë gjithçka është e politizuar, edhe kjo e bën edhe një herë më të pranueshëm tek popullata idenë e alternativës. Kjo është alternativa e cila do t'i depolitizojë të gjitha segmentet e shoqërisë. Si është pritur partia jonë nga partitë e tjera, që janë pra ka atje, cili është reagimi i tyre për futin në skenë atë një partie të re? Para mendoni ju me qenën që është një nga ato partijet, do mi pasën në disponim 4 vjet 32 milion euro buxhet, plus miliona euro buxhet të ministrive të ndryshme të cilat ata mujtin t'i tërheqin përmes projekteve të ndryshme, me pasën një statut autoritativ në shoqërinë që ju jeni ata të cilët udhëheqin këtë vend dhe ju jeni ata të cilët e keni zotruar vendin që 12 vite dhe tani me ardhur do 3 më të aprish gjithë këtë autoritet dhe gjithë këto mundësia. Me siguri që nuk i ka pëlqyer dhe nuk i pëlqen, edhe është interesant është thuhet një fjalë mençur, thuhet që nëse ti hajduçve ja prish pazarin një ka një ata bën bashkë kundër teje. Edhe kjo ka ndodhur. Domethënë partijet janë në negociata, dy partijet më të mëdha janë në negociata konkrete për koalicion bërje ndaj neve, jo për njëri tjetrin ose për shoqërinë. Nuk është më pyetje shoqëria ose njëri tjetri, është më pyetje që mos më konë na në pushtet. Kjo është e para, edhe dyta është mi siguru ato pazarët, edhe treta është më pyetje është mi siguru edhe ato të cilët i kanë bërë në të kaluarën dhe të cilët ne, qoftë se vim në pushtet, do t'i zbardhim. Kjo është friga e atyre. Qytetari është e vrejt këtë.